infrastruktura në përgjithësi të jetë më modernizuar, politizimi i shkollave ka shkaktuar dëm jashtëzakonisht të madh, të cilën do tentojmë me çdo kusht ta heqim politizimin e shkollave. Së bashku në këtë rrugtim me qytetar, me profesionista, me njerëz të mirë, jemi mundu të jemi me një vizion të qartë për qeverisjen gjatë mandatit që po vjen, në pikat e caktuara bazuar në nevojat e përditshme të qytetarit, jetesës së qytetarit, duke specifikuar gjitha problematikat dhe duke i orientuar drejt zgjidhjeve të tyre gjatë këtij mandati. Bazuar në gjitha këto, orientohemi që infrastruktura në përgjithësi të jetë më modernizuar për të mundsuar më shumë një zhvillim lokal ekonomik, sepse dim që pjesë periferike, veçanërisht komuna e Vitisë, ka nevojë për më shumë zhvillim ekonomik, zhvillimin e investimin e kapaciteteve të saj, që të jetë më jetueshme, të jetë më përballueshme jetesa në atë pjesë dhe më zhvillueshme dhe tyra më të mirë për familjet, për ekonominë familjare, për ato që jetojnë në atë vend dhe ta bëjmë më atraktiv për njerëzit dhe qytetarët që jetojnë në komunën e Vitisë. Kujdesi i veçantë, domethënë, do të jetë në arsim, ngritje e cilësisë artim, rregullimit të kushteve të përgjithshme për zhvillimin e procesit, ngritjen e dijes, kthimin e disiplinave në shkollë, hjekjen e politizimit të procesit të arsimit, japjen e kompetencave përgjithësi drejtorëve të shkollave, menaxherëve të shkollave, sepse kjo domethënë politizimi i shkollave ka shkaktuar dëm jashtëzakonisht të madh, të cilën do tentojmë me çdo kusht ta heqim politizimin e shkollave. Shëndetësi më të mirë, shërbime më të mira publike, bujqësi më të mirë duke orientuar subvencionim edhe për bujqit, edhe për blegtarët, edhe për gjithë ata të cilët janë, punojnë dhe jetojnë në pjesën e Vitisë, dhe një kujdes i veçantë do të kushtojmë Vitia një smart city, një qytet i cili do të jetë i digitalizuar për shërbime të qytetarëve, do të orientohemi jashtëzakonisht shumë në mundësinë që qytetarët të kryejnë shumë shërbime përmes çështjeve digjitale, përmes formave të ndryshme, platformave të ndryshme që do t'i orientojnë në komunën e Vitisë çartë mandat.